Hoç kam dëgjuar se nëse ne një burr që sillet keq me gruan e tij, a e nxen nëse gruaja s'ja bën halal bukën që e gatuan ajo? Shiko, nëse bashkëshorti keq trajton bashkëshortin e tij, pra i bën padrejtësi, çdo njeri që i bëhet padrejtësi, pra ne duhet ta dim se mes tij dhe të madhit Zot nuk ka perde pra lutja e tij. Tu bë padrejtësi pra ti mund të lutesh kundër tij dhe Zot na ruaj e ze mallkata. E ze lutja, Zoti na rujt. Po ashtu profeti alayhis salam a di çfarë thot në një hadith? Thot kujdesni nga padrejtësia, sepse padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. Dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam porosit në hadith që me u sjell mirë me gratë. I madhi Zot na thot në Kur'an dhe çoni jetë të mirë me to. Prandaj këshilloje bashkëshortin, mos u lut kundër tij. Pra të këshilloje mos më lut se si thon mund të vush vetë. Kështu që këshilloje dhe lutë Allahun e lartësuar që ta udhëzoj. Ne jemi në ditë Ramazani. Ditë ku pra agjëruesi e ka lutjet pranuar. Shfrytëzoje lutu që Allahu ta udhëzoj.